الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Padyshim se çështja e njetit në fen ton, fen islame, është të jetë madhështore dhe e rëndësishme. Dhe dietarët thonë se njeti është prej veprave të cilat duhet të jenë të vazhdueshme. Pra është vepër e zemrës e vazhdueshme. Pra nuk është mirë për besimtarin, për muslimanin që ta sjellë ndërmend njetin vetëm para veprimit të ndonjë adhurimi të caktuar. Përkundrazi, ajo çfarë është më e plotë, është më e mirë që ai ta sjellë ndërmend njetin dhe ta ripërtri njetin e tij, po ashtu edhe gjatë veprimit, gjatë kryerjes së adhurimit. Vazhdimisht duhet t'ia kujtosh vetes se pse je duke kryer një adhurim të caktuar. Çfarë të ka nxit për me kryer atë adhurim të caktuar? A je duke kryer për hir të vetes tënde? Apo ndonjë interesi tjetër? Apo ai që të ka nxit dhe të ka bërë të lëvizësh drejt atij adhurimi është Allahu subhanahu wa taala dhe je duke kryer vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala? Për këtë arsye Hasan al-Basriu, dietari i madh islam, Allahu mëshiroft, thoshte: Rahimallahu abdan waqafa 'inda hammihi. Allahu e mëshiroft robin i cili ndalet tek mendimi, pra tek njeti i tij, e shikon mirë, e vështron mirë, e hulumton se çfarë është ajo që e ka nxit me marrë atë veprim. Fa in kana lillahi mada, nëse e sheh se është për hir të Allahut, vazhdon tutje. Wa in kana li ghayrihi ta'akhkhar. A nëse e sheh se edhe dikush tjetër përveç Allahut ka hisën atë, atëherë tërhiqet. Ky vet kontroll, kjo mbikëqyrje ndaj vetes është shumë e rëndësishme dhe është e domosdoshme madje. Dhe padyshim që sjellja ndërmend e njetit ka nevojë për luftim të madh ndaj egos, ndaj shpirtit, ndaj tekave tua, në mënyrë që të jetë i sinqert vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ta pastrosh nga çdo gjë që mund të ngjitet prej njollave, të cilat e dëmtojnë çiltërsinë dhe pastërtinë e sinqeritetit ndaj Allahut. Ato janë të shumta: syfaqësia, interesat personale, materiale të ndryshme, dobi të ndryshme të jetës së kësaj bote, e gjëra tjera. Veprimi pa njet është diçka raskapitse dhe e pamundshme, ndërsa njeti në të cilin nuk ka sinqeritet ndaj Allahut subhanahu wa taala është ria, është dyftyrsi, është dyfaqësi. Njeti bën që edhe nëse vepra është e paktë, bën që ajo të rritet dhe të bëhet e rëndësishme, ndërsa nëse vepra është e zhveshur nga njeti i sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala, sado e madhe që të jetë, njeti e shndron atë vepër në vepër të vogël dhe të parëndësishme. Për këtë arsye Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu lutej dhe thoshte: Allahumma ij'al 'amali kulluhu salihan. O Allah, të gjitha veprat e mia bëj të mira, do të thotë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhu li wajhika khalisa, dhe bëj që të gjitha veprat e mia t'i kryej vetëm për hir tënd. Wala taj'al li ahadin fihi shay'a, dhe mos lejo që në veprat e mia dikush tjetër përveç teje të ketë hisën e to, o Allah. Të kalojmë në rrafshin praktik, për shembull, personi i cili e ka njetin e sinqert vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, kur shkon ta vizitojnë ndonjë të smur, këtë nuk e bën nga frika se nëse nuk shkon njerëzit do ta kritikojnë. Mirë po e bën për të kërkuar shpërblim të Allahut subhanahu wa taala, për të kërkuar sevape të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu kur i ndihmon njerëzve, nuk i ndihmon duke pritur për tyre shpërblim. Nuk i ndihmon, nuk i përkrah në shenjë kompenzime që ata pastaj të kthejnë në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën sasi. Mirë po këtë e bën vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. E sjell ndërmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur thoshte: Men yakun fi hajati akhihi yakun illahu fi hajati. Kush i del krah vllaut të tij për ndonjë nevojë, Allahu i del krah atij dhe e ndihmon atë. Po ashtu thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Min afdalil a'mal idkhalus sururi 'ala al-mu'min. Prej veprave më të mira është që ta gëzosh një besimtar, të fusësh gëzim të një besimtar. Taqdi anhu daynan, t'ja lash, t'ja paguash ndonjë borxh. Taqdi lahu haja, t'ja përmbushësh ndonjë nevojë, ndonjë kërkesë që e ka. Tunaffisu lahu kurbah,
të largosh prej tij ndonjë vështirësi që e ka kapluar në jetën e kësaj bote. Pastaj tek agjerimi për shembull nuk agjeron sepse filan studimet shkencore kanë pohuar se agjerimi ka dobi të madhështore për trupin dhe shëndetin e njerit. Mirë po agjeron për ta zbatuar urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, sepse është njeri që adhuron Allahun dhe jo dikë tjetër. Apo motra muslimane e cila e vënon mbulesën e saj mbi kokë. Këtë e bën vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, jo se është shprehi dhe zakon tradit në vendin ku jeton. Mirë po e bën se Allahu e ka urdhëruar subhanahu wa taala dhe ja ka bërë obligim një gjë të tillë. Megjithatë, pastrimi i zemrës nga këto gjëra në disa raste mund të dikujt i duket shumë i vështirë, gjë që e bën pastaj edhe sinqeritetin diçka shumë të rrallë në mesin e njerëzve. Pse? Sepse njeriu i sinqert, ai çfarë nxit për të kryer vepër, është vetëm kërkimi i afrimit te Allahu subhanahu wa taala dhe asgjë tjetër. Për këtë arsye njëri prej dietarëve të madh islam thoshte tuba liman sahhat lahu khutwatun wahida la yuridu biha illa Allah taala. Lumaj njeri i cili hapin që e qet drejt ndonjë adhurimi e bën një hap, pra një vepër tepër të vogël që dikujt i duket shumë e vogël, thot e bën të saktë dhe vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe ka për qëllim vetëm Allahun subhanahu wa taala. Po donte të tregonte se është diçka shumë e rrallë çështja e sinqeritetit në mesin e njerëzve. Mirpo ne tash ti kthehemi vetes tonë. A kemi arritur ta perceptojmë realisht rëndësinë që ka sjellja ndërmend e njetit në veprimet tona? Ta sjellim ndërmend se njeti është shpirti i veprës, është thelbi i çdo veprimi ton që e kryejm, çdo adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra ashtu si thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Veprat vlerësohen sipas niyeteve, sipas qëllimeve, dhe secilit njeri i përket ajo çfarë ka për qëllim. Po e vrem se ky hadith është një formësim i përgjithshëm, i tërësishëm i jetës tonë si musliman. Patjetër duhet të kesh një jetë të qartë në çdo gjë që e vepron, në çdo veprim që e ndërmerr. Për shembull, një vepër e mirë e vetme, gjatë kryes së saj mund të bësh një jetë shumë mirësi tjera të lloj-llojshme, dhe pastaj të arrish shpërblimin për secilin prej tyre. Pastaj ato shpërblime rriten 10 fish deri në 700 fish, varësisht të asaj që e keti në zemër, për një jetë të sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala. Marrim shembull uljen tonë në xhami kur jemi duke e prit namazin. Padyshim që kjo është vepër e mirë, bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, për cilën njeriu shpërblehet shumë. Dhe duke e kryer këtë veprim pikërisht ti mund të bësh në jetë edhe veprime tjera të shumta. Për shembull, e bën jetë se gjatë pritjes së namazit ti je duke i stopuar gjymtyrët e tua nga kryerja e harameve. Je duke u largu nga angazhimet dhe gjërat tjera të jetës së kësaj bote të cilat ta shpërqendrojnë zemrën tënde nga Allahu subhanahu wa taala dhe mund të jenë shkak që të shkpusin ty nga Allahu dhe nga xhamia. Andaj rri në xhami dhe e bën jetë edhe këtë dhe shpërblehesh për të. Po ashtu e bën jetë që gjatë qëndrimit tënd në xhami edhe ta bësh këtë me jetë të përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjëra tjera të shumta të kësaj natyre, të cilat janë forma dhe mënyra të ndryshme që ti të shpeshtosh jetët dhe si rezultat të shpeshtohen edhe sevapet dhe shpërblimet nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj me këtë krahasoj edhe vepra tjera të mira. Pra nuk ka vepër të mirë veç se asaj mund t'i bashkangjiten edhe njete të tjera të shumta. Po ashtu edhe veprat tona që janë në origjinë të lejuara që i kryejmë në përditshmërinë tonë, siç është ngrënia, pirja, gjumi, gjitha këto mund të shndrohen në adhurime ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe nëpërmjet tyre njeriu të arrijë grada të larta. Nëse i bën me niyet që nëpërmjet tyre të forcohet në kryerjen e adhurimeve ndaj Allahu subhanahu wa taala. Parfumosja, një gjë që dikujt mund t'i doket shumë e thjeshtë. I hedh vetet parfum, parfumosesh, mban erë të mirë dhe e bën jetë gjithashtu që me këtë ta pasosh sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të tregosh respekt ndaj xhamisë, që engjëjt dhe njerëzit që janë në xhami prej teje të ndjejnë aromë të mirë, jo aromë të keqe. Që ti të mos i shqetësosh njerëzit me aromën tënde të keqe. Gjitha këto njete madhështore mund t'i bësh bashkë te ky veprim.
Pra të mos e nënçmojmë asnjë vepër sado që është e vogël, asnjë njet i cili na vjen në zemrat tona, sepse nëpërmjet tyre mund të arrijmë shëvape të shumta e të lloj-llojshme. Për shembull, cili është njeti yt kur ti dëshiron të martohesh? Kur ti mëson për ndonjë specializim të caktuar, ndonjë shkencë apo fushë të caktuar? Kur ti e lexon një libër të caktuar? A ke njet gjatë ushqimit, gjatë gjumit? Dëgjoni këtë ngjarje madhështore që kishte ndodhur mes Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an dhe Muadh ibn Jabalit radhiyallahu an. Një ditë për ditësh filluan të bisedonin lidhur me faljen e namazit gjatë natës. Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu thoshte: unë falem në fillim të natës, pastaj flaj në fund të natës. Ndërsa Muadhi radhiyallahu anhu ja ktheu dhe i tha: unë flaj në fillim të natës dhe qohem falem në fund të saj. Dhe thot: fa ahtasibu nawmati wa qawmati. Thot shpresoj te Allahu që të më shpërblej për gjumin tim dhe për ngritjen time nga gjumi për të falur. Qysh shpërblem në Allahu për gjumin? Nga që ai ka flejt me njet që të forcohet për ta kryer adhurimin në fund të natës, pra namazin e natës. Disa prej brezave të parë të Islamit thoshin se unë dëshiroj, kam dëshirë, më pëlqen që të kem njet në çdo gjë. Madje thoshte edhe gjatë ngrënjes që ushqimit, pirjes së ujit që e bëj, gjumit, madje edhe hyrjes në tualet. Me gjitha këto pra dëshironin të thonin se njeriu ka mundësi të afrohet te Allahu subhanahu wa taala. Sepse të gjitha këto janë shkak që njeriu ta mbajë trupin e tij dhe ta zbra zemrën e tij nga çdo gjë tjetër dhe pastaj të përkushtohet fesë. Për shembull, kur njeriu me ushqimin e tij ka si synim të forcohet për adhurimet ndaj Allahut subhanahu wa taala, atëherë i shkruhet si shpërblim, nga që e ka bërë njetin e mirë. Kur njeriu nëpërmjet martesës ka si synim ta ruaj fenë e tij, ta ruaj shikimin e tij, të ketë fëmijë, muslimanë të cilët në të ardhmen do të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, për gjitha këto shpërblesh. Mos i nënçmo lëvizjet e tua, fjalët e tua. Kontrolloje veten, llogaritë veten para se të vi dita kur do të merresh në llogari para Allahut subhanahu wa taala. Përmirësoje jetën tënd. Korrigjoje jetën tënd para se të ndërmarrësh ndonjë veprim të caktuar. Shikoj jetën tua në gjërat të cilat i vepron apo në gjërat për cilave tërhiqesh. Cili është njeti i cili qëllimi të ka bërë që të tërhiqesh prej disa gjërave të caktuara. Kur ne i sjellim ndërmend njetet tona, sinqeritetin tonë ndaj Allahu subhanahu wa taala, padyshim se me këtë e ruajmë kohën tonë, i ruajmë veprat tona, i ruajmë frymarrjet tona, çdo çast të jetës tonë që të mos shkojnë kot. E jetojmë jetën në tërësi. Çdo gjë që e bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa taala, e shndrojmë në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj veprat tona që i bëjmë shkruhen vazhdimisht si sevape derisa të vdesim, madje edhe pas vdekjes, për shkak të veprave të mira që i kemi lënë pas, lëmoshave rrjedhëse, gjatë të cilave jemi treguar të sinqert ndaj Allahut subhanahu wa taala, kemi pas njete të sinqerta. Pra Allahu thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah." Thuaj më të vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime i përkasin vetëm Allahut, Zotit të botëve, la sharika lah, ai nuk ka asnjë ortak në këtë. Andaj të tregohemi të përkushtuar dhe t'ja kujtojmë njëri tjetrit rëndësinë që ka sjellja ndërmend dhe përjetimi i njetit gjatë adhurimeve tona dhe pastaj sinqeriteti në këto njete që duhet ta kemi ndaj Allahut azza wa jall. Sepse ndodh që ne, secili prej nesh pra të tregohet i shkujdesur nganjëherë dhe t'i harroj gjërat e tilla. Dhe Allah thot: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin." Por kujto, sepse më të vërtet përkujtimi u sjell dobi besimtarëve. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na jap sukses drejt sinqeritetit në njetet tona, në fjalët tona dhe në veprat tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na jap saktësi e korrektësi në çdo gjë që veprojmë. Elusim Allahun subhanahu wa taala të pastroj zemrat tona nga çdo smundje që e përmbajnë ato. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.